طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek kapitulli fikut, tek kapitulli haxhit. Në dersin e kaluar e kemi trajtuar rrobat që I vesh haxhiu dhe kryersi umrës. Sonte do ta trajtojmë çështjen e udhëtimit të gruas pa mahram. A lejohet me udhëtu gruaja pa mahram nëse I ka mundësit me shku në haxh, nëse I ka mundësit me shku në umre. Këtu kanë pas hilaf dietar, disa prej dietarëve e kanë leju nëse janë të moshuara gratë dhe nuk kanë aftësi për tu martuar, nuk pretendohet më që kanë mu martu. Këtë fjalë apo këtë fetva ka dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija. Përkundër asaj që argumentit janë më të qarta rreth ndalesës. Mirë, po flasim që ka fetva. Se keni dëgjuar ndoshta prej xhallarëve që thojnë nëse një grua e moshuar është në mesin e grupit besimtarëve dhe është e sigurt, ka siguri në udhtim, atëherë disa prej xhallarëve I marrin apo sidomos këto agjencionet me këtë fetva edhe I marrin gratë pa mahram e çojnë numre. Zakonisht numre apo hadithi transmeton nga Abu Huraira, që transmeton se pejgamberi sasam ka thënë, nuk I lejohet thot një gruaje, shiko hadithin, që beson Allahun dhe ditën e Kiametit thot, që të udhtoj në një largësi që përshkrohet për një ditë natë vetëse me mahram. Hadithi tjetër në Buhari është në këtë formë transmetohet, nuk duhet të udhtoj në një largësi që përshkrohet për një ditë vetëse duke pasur mahram. Ka hadithje tjera, 3 ditë, 2 ditë, 1 ditë, me një hadith tjetër nuk ka specifikim, thuhet udhëtim. Udhëtim, çish konsiderohet udhëtimi? Varësisht nga urfi I vendit. Udhëtimi konsiderohet varësisht nga tradita e vendit. Nëse na për shembull nuk e konsiderojmë udhëtim me plot kuptimin e fjalës, me shku prej Prizrenit deri në Gjakov, atëherë I lejohet gruas të udhthej vetëm deri në Gjakov. Nëse I ke mendimin se ky është udhëtim, atëherë nuk lejohet gruaja me shku vetëm për vetëse me mahram. Ka plot prej xhallarëve që thonë në Kosovë nuk llogaritesh udhëtar. Atëherë I bie që edhe gruaja lejohet me marr me hyp kerrit vet edhe me shku, domethënë prej një qyteti me një qytet tjetër. Varësisht nga mendimi yt, unë s'di sa herë kom ndryshu mendimin, ka pas raste dhe në prevalle e kom shkurtu namazin. Sepse kjo lidhet pastaj edhe me shkurtimin e namazit, apo? Përveç asaj me mahram, lidhet me shkurtimin e namazit. Mirë po, unë them dhe e kam bindjen, që shtot Sheikhul Islam Ibn Taymija, që shikohet çfarë me kulturën e vendit, qysh e sheh vendi udhtimin. E vendi këtu e sheh udhtimin vllaznik ku ti marrish torbat. Po hypi në aeroplan apo në autobus ko me shku në Gjermani. Apo I thu familjes nesër ko me dal në rrugë. Ti nëse shkon në Gjakov, nëse shkon në Prishtinë, që tash vllazni hade po shkojmë me pi një kafe, shkojmë në Prishtinë e pi një kafe. Çfarë udhëtimi është kjo? Unë nuk e konsideroj këtë udhëtim. Në dispozitën e udhëtimit apo ka prej xhallarëve që e konsiderojnë, ndërsa hadithi që Muhamedi alayhi salam e ka shkurtuar namazin, e ka marr hukmin, dispozitën e shkurtimit namazit, udhëtimit realisht, si ka dal prej Medinës, si ka dal prej ndërtesave të Medinës, si I kalon ndërtesat e Medinës, e ka shkurtuar namazin, nuk është për qëllimi që aty ka shku destinacioni, është për qëllimi destinacioni ka qenë shumë më I largët, po prej nga fillon çështja ka të bëj. Nuk nënkuptohet që çure sa afër e ka shkurtuar Muhamedi alayhis salam. Jo, nëse unë du me shku në Gjermani për shembull, atëherë ku e shkurtej? Si ta kaloj Prizrenin. Si ta kaloj kilometrin e port Prizrenit, si ta kaloj, unë e shkurtoj namazin. Mirë, e nëse është një market, një hipermarket I madh, 1 kilometër mas Prizrenit, a e shkurtoj nëse destinacioni im është te ky supermarket? Nuk e shkurtoj. Domethënë kështu kupton hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kuftimi I përgjithshëm I hadithit, në përgjithësi, vllazni, gruaja është tërhece. Allahu subhanahu wa taala e ka bë gruan me qenë tërhece për syrin e insanit, për syrin e njeriu. A I keni vërejt, për shembull, Red Bullat apo se I bona reklam, apo ku e diun, domethënë, firmat e ndryshme I marrin, I përzgjedhin femrat më të bukura për mi tërheq sytë e njerëzve.
Unë i ku po vetë në Turqi, është Lalelin Ilaxhe, aty ka Aksaraj, edhe shkojnë i morin femrat më të bukura i qesin, edhe i punsojnë aty. Pse? Për mi tërhek mështerit. Që kjo është qëllimi. Për atë arsye femnën Allah subhanahu wa taala ka bo tërhece andaj me fe ty ta ka leju apo ta ka ndalu që ta ekspozosh femnën. Sepse ja tërhet synin, do thot njeriut. Thot çka dhe nuk ka mundësi ta mbroj vetveten sepse është e dopt fizikisht o vëlla. Femna është e dopt edhe fizikisht, edhe emocionalisht. Dhe për atë arsye ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam që Allah subhanahu wa taala nuk i jep një populli mirësi, bereqet apo çka dushtuj nëse për udhëhecë ka femën. Nuk i jep bereqet Allah azza wa jall. Nuk i jep mirësi. Pastaj thot nuk e ruajnë atë vetë se kush të afërmit e tyre. Erun baba, erun agja, erun daja, erun vllau që në mahremet e saj. Burri huaj kur veçohet me një grua mund të bjerë në kurthet dhe ngacmimet e shejtanit. Ka pas një rast, tregohet me një rast, ku burri dhe gruaja po debatonin rreth udhëtimit, me mahrem apo pa mahrem. Gruaja po thot jo lejohet, pa mahrem me dal. Gruaja po thot lejohet me disa prej argumenteve të përgjithshme, burri ka qenë këmbgulës që nuk lejohet me udhëtu për vetëm me mahrem. Bukur. Kanë hyp në aeroplan, edhe për një moment të caktuar është prish aeroplani apo ku e diune. Edhe ka pas nevojë që me kalu, ku e diune, një urë apo një barierë të caktuar ajo gruaja, edhe pjesëgot dorën burrit vet. Jo ka thonë, unë s'jam mahram tash për ty. Si i bie kësaj pune? Thonë, a përshe që ki nevojë ti për një mahram. Në vend me u këndoshti mi asgjat, dorën një burrit huaj. Ose prishet avioni, tu shku në Turqi, prishet në Bullgari, duhet me zbrit në Bullgari. Ki me hyp në për taksi, në për ku e dione, në për autobusa, në për hotelet e ndryshme. A ki siguriti? Nuk ki. Pikrish për këtë arsye dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar që femna me udhëtu vetëm pa mahrem. Me udhëtu vetëm pa mahrem. Mahrem konsiderohet burri i saj dhe të afërmit që i ndalohet martesa. Siç janë babai, djali, vllai, xhaxhai, daja, vjerri, djali i burrit, biri prej qumshtit, babai ose vllai prej qumshtit. Ma thonë nuk lejohet mu martu dhe lejohet mu vetmu me to pas një problem. Mendimet e dietarëve, gruaja nëse posedon para vllazni, nëse posedon para. Edhe thot për ta kryer haxhin, por s'ka mahrem, a konsiderohet prej atyre që ka mundësi me kry haxhin? A konsiderohet apo nuk konsiderohet? Dietarët kanë mendime të ndryshme rreth kësaj çështje siç e potencuam. Mendimi më i saktë është që nuk lejohet. Mendimi më i saktë është nuk lejohet para mendon vllazni. Mendimi më i saktë është që nuk lejohet me kry një shtyllë të islamit. Shtyllë. E lërë më për gjëra të kota me çku gruaja, piç tim as mos më interesu për gruan tonë, ka po shkon edhe ka po del. Për ibadet po do më shku gruaja, mendimi më i saktë është që nuk e lejon me shku në hax. E çfarë sigurie ka në Arabinë Saudite në hax me shku? Çfarë sigurie e madhe është atje? Përkundër kësaj, ulemaja kanë thonë nuk lejohet për shkak të udhimit, apo po gruaja që është e madhe në mosh, është e vjetër në mosh dhe nuk i tërheq burrat, i lejohet me udhtu pa mahrem? I sakt thot është mendimi i fundit sepse hadithi ka ardhur i përgjithshëm, çështja nuk del pa probleme sepse dëshirat e njerëzve janë të ndryshme, dietarët kanë mendime të ndryshme rreth udhëtimit dhe prej tyre Sheikhul Islam Ibn Taymi e lejon nëse është e moshuar dhe nuk ka epsh për të martuar, nuk është e re, nëse është e sigurt, ka siguri dhe është në grupin e madh të muslimanëve, gra, udhëheci është besimtar, ku e dione, gjitha atër Sheikhul Islam Ibn Taymi e lejon edhe pse pjesa tjetër ulemave thot nuk ka argument. Sheikhul Islam Ibn Taymi që e lejon. Argumenti nuk ka. Për shembull dhënia e dorës plakës. Një plakë. A lejohet me u taku me një grut huaj dorën më ia dhon? Nuk lejohet. Mirë po çka? Sheikh Ibn Bazi ose Sheikh Albani, nuk e di njëri prej tyre, janë të kundërta me fetva, ka thonë nëse është e plak, lejohet më ia dhon dorën. Tjetri thotë jo nuk lejohet se hadithi është i qartë. S'bën dallime mes të plakës edhe mes të rejës. Edhe këtu është hadithi i përgjithshëm
që s'bën dallime a është e moshuar apo nuk është e moshuar. Aparenca apo pamja jashtë me hadithit le të kuptosh që mahremi është i domosdoshëm. Të gjithë dietarët janë unanimizuar në ndalimin e udhëtimit vetëm të gruas pa mahrem, përveç rastit, siç tham, domethënë nëse ka organizime të qarta. Dietarët që bazuan në aparencën e hadithit dhe nuk e lejuan udhëtimin e gruas pa mahrem, thot me të vërtet hadithi e specifikon ajetin, sepse ajeti thot për hir të Allahut, vizita shtëpisë është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi për tek ajo. Ka mundësi financiare. E përdesa ajeti po thot ka mundësi financiare, atëherë dhe i gruas i lejohet me shku dhe me kry haxhin. Me shku dhe me kry haxhin. Disa prej dietarëve çka kanë thonë, po në kohën e pejgamberit alayhis salam s'ka pas siguri. Ka pas cuba rrugës. Sot jemi të lirë. I hyp gruaja e aeroplanit, shkon pa asnjë problem. Për atë arsye i ka shtim me mendu disa prej ulemave që me leju. Po jo, teksti është i qartë. O ma kana rabbuka nasiya. Allahu subhanahu nuk është i harron. E din edhe këtë gjendje që ka më ndodhur në të ardhmen. Për atë arsye ç'është në start, ka ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që e ndalën udhëtimin e gruas vetëm. Për sa i përket largësisë së udhëtimit, dietarët kanë mendime të ndryshme. Për çështjen e udhëtimit vllaznin 20 mendime janë. 20 mendime. Më thonë çështje e gjërë, e stërgjërë, dikush e ka bo me kilometra, dikush e ka bo me det, ko e di une, e rëndësishme është ktheje, që shtot Sheikhul Islam Ibn Taymija, tek urfi vendit, apo tek tradita e vendit, qysh e llogarit vendi këtë person. E llogarit udhëtim, apo nuk e llogarit udhëtim. Në disa transmetohet, në disa hadithe transmetohet largësia 1 ditë, në disa 2 ditë, e në disa të tjera ca hadithe ka dhe 3 net. Sot përballesh me një realitet të dhimbshëm, thot autori i librit, nëse do ta krahasojmë gjendjen e muslimanëve sot me këto argumente dhe norma të larta, me xhelozinë me vend, ruajtjen e nderit dhe xhelozisë do të vërejë se si muslimanët kanë hedhur pas shpinë fin Allahut subhanahu wa taala. Po ka qef me shku numra, le ta she çavën, hajt le shkon vetëm. Jo vëlla se nuk është ashtu. Nuk të ka marrë përgjegjësi Allahu, nuk të merr përgjegjësi nëse s'mush me pas mahrem, apo nuk e ki mahremin, nuk lejohet me shku. Tash e kemi fidjen, kur bën një gabim gjatë haxhit, çka duhet me pagu apo si duhet me pagu. Kjo quhet fidje. Abdullah ibn Ma'akil thot, Jula Ka'b ibn Ujras pran dhe e pyeta për fidjen. Më tha, që ky ajet ka zbrit posaçërisht për mua, tha. Ka'b ibn Ujra. Ka'b ibn Ujra, që ky ajet tash që do ta citojmë ka zbrit thot pikërisht për mua. Thot dhe kush është prej jush i smur dhe ka mundime në kokë, thot e rruhet para kohe. Pastaj vazhdon thot kompenzimi është agjërim, sadaka ose kurban, por gjykimi i tij vlen edhe për ju në përgjithësi. Më çuan tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ç't Ka'bin e kanë çuar te pejgamberi alayhis salatu wassalam. E pa Resuli alayhis salatu wassalam kokën e tij që kishte i inflamum ishte koka apo pezmatim apo çfarë ti themi, dhe i pa që morrat, parazitët morrat, çka ti themi, i kishin dalë në fytyrë, subhanallahu, atë shumë ju kishte bërë, do thot morrat. Thot nuk e imagjinoja që smundja do të kishte përparuar kaq shumë siç po e shoh tani. A ke mundësi të therrësh një kurban dele, domethënë që ti rruash, apo dhe pastaj me bo kurban një dele që domethënë fidje, me kompenzu atë apo si një lloj dëmshpërblimi me bo për atë që po i rrun kokën, sepse me arsye, apo. I thash jo, tha pejgamberi alayhis salam, atëherë tha agjëro 3 ditë. Agjëro 3 ditë. Ose tha ushqet 6 të varfër, secilit nga gjysmë sa hurme. Domethënë i kallëzoi 3 opsione. Pastaj thot, në një transmetim tjetër thuhet se i dërguar Allahut e la sahabiun të zgjedh, ose të ushqej 6 të varfër, ose të varfër me 4 sa, ose të thirr dele, ose të agjëroj 3 ditë, cilën do që ka mundësi me bo, edhe nëse e rrun me arsye, nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Kuptimi i përgjithshëm,
Profeti a.s. e pa Ka'b ibn Ujran në Hudejbije me ihram, me tesha të bardha, apo kur shkon në umre apo në hax, kushdo që ka shku e den, e pa. Dhe pastaj thot çka nga smundja dhe plagët e shkaktuara morrat i binin në fytyrë. Atë shumë kishte, domethënë morra. Profeti a.s. ishte i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët dhe e mori në konsiderat gjendjen e tij, i tha nuk kisha menduar që aq je i sikletosur. Plus asaj që është nga dishullin arabik sa nxit. Edhe para mendova dhe morrat mi pas. Është një gjendje shumë e sikletshme, apo. Dhe pastaj Allah i madhruar e zbriti ajetin 196 surës Bekare dhe kush është prej jush i sëmur ose ka mundime në kokë, thot kompenzimi është agjërim, sadaka edhe kurban, pikrisht për që sahabi ka zbrit ky ajeti, surën Bekare. Se na e dim vllazni, ajetet kanë zbrit për një kohë caktuar, për një sebeb caktuar. Esbabun nuzul quhet, shkenca e zbritjes së Kur'anit që mësohet në tefsir, apo edhe në usul e tefsir, bazat e tefsirit, mësohet që për një çështje të caktuar ka zbrit një ajet kuranor. Për shembull, ai shpifën Aishës radhiyallahu anha, munafikat si zinaçare, edhe subhanallah, nuk e shpifën direkt me thon ka bo zina. Që sa i rrezikshëm është fjala, A di çfarë? Ishte me karvanin Aisha radhiyallahu anha, edhe vazhdoi karvani, mbeti Aisha vetëm me një person tjetër. Edhe munafiku çfarë bëri? Tha e pash Aishën dhe filonin. Çka kaq? Para mendo tash me marr ato dhe me çun gjykat. A del ky rëndë? S'del. Ma qëllimi ka qenë diku tjetër. Veç mi thonë, e pash filonin edhe filonën. Kaq, u kry puna. Edhe u përhap pastaj lajmi, para mëna gruën e pejgamberit alayhis salam. Ata kanë dashur me godit gruën, kanë dashur me godit Muhamedit alayhis salam. Ai ke pa disa vllazni. Për shembull, direkt hoxhën nuk e godasin, po ja godasin xhamatin. Hoxhën mirë, veç xhamatin e keq e ka. Ose pejgamberi sa i mirë, veç sahabit janë kon njerëz të poshtër, janë kon kafira, që bën shiat. Me thonë, kështu është ajo teoria, apo teoria e tyre. Edhe që kanë dash me godit Muhamedit alayhis salam. Derisa aty kanë arrit shiat, kanë thonë që organi i pejgamberit alayhis salam ka më shku në xhenem. Shoku që ka bë marrëdhënie me një zinaçare, Allahu na ruajt. Atë shumë çajti Aisha radhiyallahu anha, sa që zbriti ajeti kuranor dhe pastroi Aisha radhiyallahu anha, edhe pas këtij pastrimi kushdo që ngritet dhe akuzon Aishën me zina është kafir. Se mohon ajetin kuranor mo. Ajeti ka zbrit për Aishën, siç ka zbrit për Ka'bin. Profeti alayhis salam e pyeti sa i kishte mundësi të therte një dele si kompenzim, tha sahabiu, jo. Tha pejgamberi alayhis salam, atëherë tha mund je i lirë të zgjedhësh 3 ditë ose të ushqesh 6 të varfër. Ku secili t'i japësh gjysmë sa agrur dhe driti tjetër, këto shërbejnë thot si kompenzim i ruajtjes së kokës. Në fund, para se me hek ihramin, duhet mi rru flokët. Kjo procedura e para fundit. Po i rrujte flokët para se me i kry ato procedura, ti nuk ki haq, as nuk ki umre. Përveç me arsye, dhe kjo arsye është smundja, dhe pastaj kompenzimi çka është? Është këto 3 versione që duhet me i bë. Pastaj thot, çka përfitojmë nga ky hadith? Lejimi i ruajtjes së kokës nga haxhiu me ihram, nëse dëmtohet prej flokëve, dhe për këtë veprim duhet të kompenzohet fidje. Është haram prerja e flokëve nëse nuk ka arsye. Nëse s'ka arsye nuk lejohet. Me thon, hajt se shumë nxet, apo ti prej flokët, 3-4 ditë kome ne, tash po pritoj ditën e parë pi prej si flokët, po vazhdoj, se në fund, më thonë, e prej një dele, ku e diona, apo 3 ditë agjeroj, dhe s'ka problem. Kështu nuk lejohet. Duhet me pas arsyetim të fort, je i smut, atëherët lejohet me rru flokët. Më mira fidja është thirrja e deles, si dhe shpërndara tek fukarenjet. Nuk gjen dele, thot, nëse nuk gjen dele, thot, atëherë mund të agjeroj 3 ditë ose të ushqej 6 të varfër. Sunetia është shpjeguesi i Kur'anit, suneti është shpjeguesi i Kur'anit, sadakaja përmend në formë të përgjithshme në ajet, shpjegohet edhe sqarohet me hollësi nëpërmjet hadithit, sepse hadithi është sqarues i Kur'anit.
Kush ta ka spjegu të Kur'anin, ajetin kuranor, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe suneti është shpallje, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dhe ai nuk fol nga vetvetja, vetë se çka i shpallët prej Allahut e flet. Në fillim, pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka leju fjalët e tij mi shkrujt. Pse? Sepse është friksu mos po përzihen ajete dhe hadithe. Kur me kalimin e kohës, kur është vetëdisu masa, e kanë ditë cilat janë ajetet kuranore, kur i ka shku personi, një sahabi tjetër, thot, ja Resulullah, unë po shkruaj, thot, shkruaj, çfarë do që dëgjon prej meje. Se pa shatë në të cilën është shpirti im, në dorën e të cilët është shpirti im, nuk del nga kjo goje imja përveç se vërteta. Sepse nuk flet ai nga vetja e tij, por se flet me shpallje. Ka pas raste, e dini, tu u kon namaz, veç i ka arë Gjibrili dhe i ka tregu që ki pa pastërti në kom. Apo? Ka pas raste, kur i verbër i ka thonë, ja Resulallah, am duhet edhe une që ti përgjigjem ezanit nëse e dëgjë ezanin? Ka thonë, jo njerë. Se je i verbër, s'muq me shku. Si u këthy, ka thonë, a pe dëgjën ezanin? Po. Thot përgjigjo. Edhe të verbërit, subhanallah. Dhe me thonë, shikoni këto përgjigjet e Rasulit alayhi salatu wassalam. Zgjedhja e kefarës, aparenca hadithit tregon se thirrja e delës ka përparësi dhe nëse nuk gjendet, do më thonë, e ki delën, ki mundësi, duhet mi dhonë përparësi delës. Para 3 ditë agjerimit dhe ushimin e të varfërve. Nuk ke mundësi, nuk mush me gjetë dele, atër është diçka tjetër. Alhamdulillah, tash e pagun, do më thonë, ato ofertën që e pagun të haxhit, aty hyn vetë hyn me çato ofertë hyn edhe delja. Hyn edhe delja. Ajetet dhe transmetimet e tjera lënë të zgjedhësh. Po ashtu mund të përmendim, thot, këtu transmetimin e Abdurrahman ibn Ebi Lejlas nga Ka'b ibn Ujra, i cili gjendet tek Buhariu, se në profeti alayhis salam tha, ndoshta të kanë dëmtuar parazitët e kokës, morrat. Tha po. Tha profeti alayhis salam, ruaje kokën. Se nuk e dente ai çfarë më bë, tha ruaje kokën. A po dini rastin Omer ibn al-Khattabit radiyallahu anhu, kur ra murtoja me një vend. Edhe ushtrinë e ka qenë Omer radiyallahu anhu për një qëllim madhështor, subhanallah. Qëllim madhështor, ushtrinë. Dhe çfarë do të thonë kjo? Organizim shtetëror i madh, halife i muslimanëve. Po shkon për me qiliru një vend. Edhe ka dëgju, si u afru ka dëgju që murtoja ka roshka, s'po din. Ndërsa pejgamberi alayhis salam çdo herë kur është transmetuar hadithi, në shumicën e rasteve, thot hyri pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri, doli pejgamberi Ebu Bekri dhe Omeri. Tankun ka qenë me pejgamberin alayhis salam. Shumicën e raste. Mirë, po ka pas raste ndonjë hadith që e ka folë dikush tjetër, Muhamedi alayhis salam, e ka dëgju dikush tjetër dhe ky s'e ka dëgju. Edhe tash mbeti, mos dini diçka, s'po din, çka me bë, çka me vepru, ushtri. Abdurrahman ibn Auf vjen, edhe i thot, unë kum dëgju një hadith pejgamberit alayhis salam, thot, nëse me një vend murtoja është e përhapur, thot, mos u futni brenda. Dhe ata që janë mrena, mos dilni jashtë. Kjo çka e bjerë vllazni në terminologjinë e sotshme? Kur ke virusi Covidit? Karantinim. Kjo fetaresht, Allah. E çka u qeshin vllaznia? Jo, karantina, jo shteti, jo konspiracione. Po kjo prej fesë, Allah. Prej fesë kjo. Karantinimi është prej fesë. 3 muajt e parë, kur ke karantinimi, a ke çështja e mirë të në Kosovë? Si u lëshu, çka u bë pastaj? Se i kemi dhe doktorin na tregon se çka ka ndodhur, ky u kon prezent aty. Bile më thonte, ato shifrat që kanë qenë në televizion, që ato shifrat që janë paraqitur në televizion veç në prezent janë kort. Që shumë që ka pas vdekje. E dirë ke dikush lyke hajgare, dhe ke sokur gjokje. O kjo të merë. Besoni njerëzve specialista, njerëz ehel që shka thonë Allah në Kur'an. Me i pyet njerëzit e dhikrit. Pastaj çka? Unë dalë, tha, ki kujdes ta, a jetu e thonë të vërtetën? Wallahi, tha po, u kry e kthej ushtrin. Subhanallah. E kthej ushtrin, vllazni. Ushtri që ka shku me çliru, një vend me çliru. Për një hadith e kthej ushtrin. Pse? Se po e kundërshtove një hadith.
ecet i nuk t'jep Allahu bereqet. A e kundërshtun ata, a nuk e qunë në vend, mos t'i themi kundërshtim, se sahabët kanë qenë njerëzit më të mirë në pasimin e sunetit. Çfarë u bë? Vetëm luftën e Uhudit që zbritën mi marr plaçkën e luftës, Muhamedi alayhis salam ju tha mos zbritni. Këta harun, me nun që fitun, u zbritën, ju këthyn mrapsht mushrekt dhe humbën betejën. Edhe pse këta, pala muslimanëve janë shahida insha Allah dhe pala atyre në xhehenam. Por se çfarë? Një hadith, një urdhër i pejgamberit alayhis salam e humbën betejën. E na sa urdhë i kundërshtojmë? Sa sunet e pejgamberit alayhis salam i kundërshtojmë? Allahu na rujt kodhë që lënë hajgore. Përveç asaj që nuk e praktikojnë. Pastaj thot ky dhe hadithe të tjera shprehin zgjedhje të qartë dhe dietarët i përmbledhen alternativat e përmendura në to. Ibn Abdul Barri thot u përmend fillimisht delja jo për detyrshmëri, por për primaritet, domethënë me pas primare çështjen e delës. Domethënë i ka dhënë primar, domethënë sa më primare është të bëhet delja si lloj fidje. Në Veviu thot pejgamberi alayhi salam kur e pyeti për dele kërkonte të dinte sa a kishte apo jo dele, sepse ai do të zgjidhte një prej të trijave. Dhe Ibn Hajeri thot transmetimi më i qartë është ai i cili nxjerr nga Sha'bi, i cili transmeton nga Ibn Abi Leila, e ky i fundit nga Ka'b ibn Ujra, se pejgamberi sa tha po deshe therr një dele, tha ose agjëro 3 ditë ose ushqet të varfrit. Në transmetimin e Imam Malikut thot në Al-Muwatta thuhet ç'të bësh nga këto të mjafton si kompenzim deri në takimin e rodhës me shenjtërinë e Mekkës. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.